Besoj që do kemi një fitore të Partisë Socialiste, nuk ta them dot rezultatin se do ja fusja kot. Po do ketë një 71 deri 74 vota, mendoj se Rama do t'i fitoj për shkak të organizimit politik që ka, për shkak të kontrollit pushtetit lokal që e ka dhurat nga 2019 prej Partisë Demokratike dhe për shkak të zgjedhjeve shumë të dobta po lokale që Partia Demokratike u shfaq duke fituar vetëm Shkodrën në një moment Bart Spahia dhe pastaj pjesa tjetër foli totalisht për PS-n dhe Ramën. Ju mendoj që nga pikpamja kapilare, nga pikpamja strukturale, nga pikpamja propagandistike, PS e ka të fituar garën në tavolinë, po rezultatin nuk mund të ta them. Mendoj se besoj nga 71 deri në 74 vota janë të sigurta për mua në këtë moment. Më vonë nuk e dim se çfarë do ndodhë. Do të ketë shumë rënje Partia Demokratike në rezultat, sepse kanë hyrë edhe të rinj, kështu që logjikisht pjesën e mbetur të kësaj që the, unë ja faturoja PD-s, po duke qenë se janë dhe të rinj në lojë tani. Unë mendoj si do ndahet kjo? Mendoj që PD-ja merr një marzh nga 35 deri në 45 mandate. Po jam relativ, nuk dua të hyj në këtë parashikimin, po mendoj se PD do jetë me një rezultat dobët dhe ky rezultat i dobët duhet sjell një fitore të madhe. Më në fund Berisha do ta kuptojë që është paterica kryesore e Ramës në qeverisje dhe duhet i hapë rrugën një herë përgjithmonë një procesi politik të organizimit dhe rivitalizimit të Partisë Demokratike, e cila nuk mund katandiset duke marrë rraqe politike me vete për të mbledhur çdo votë, sepse nuk bën dot votat e veta. Partia Demokratike është krijuar si një forcë e qyteteve, si një forcë e inteligjencës, dhe është krijuar si një forcë e cila mund ta merrte e vetë me pushtetin. Pra, ky duhet të jetë qëllimi i liderit të ardhshëm të Partisë Demokratike, nëse do ketë një lider vizionar, të çojë Partinë Demokratike në qytet, pra në çdo derë qyteti, që ajo të kthehet në një parti e njerëzve, e qyteteve. Më i votuari ndër të rinjt? Ndër të rinjt? Nga partitë... Po, Lapa, Shabani, Shehaj... Edhe për këta është një sprov në vete, sepse thash janë qenie politike në epru vetë dhe qenie politike mediatike më shumë se sa qenie politike elektorale. Duhet të shohim 11 maj që të vendosim pastaj dhe të japim një analizë. Mendoj që ka më shumë inflacion perceptimi për këta se sa realitete. Pas 12 vitesh në pushtet, 3 mandate, Edi Rama propagandon thuajse çdo ditë në rrjetet e tij sociale dhe i kërkon votën shqiptarëve me argumentin se vetëm ai e njeh rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndryshe nga kundërshtari i tij, këtë herë vota ka një rëndësi gjeopolitike, po ai gjen gjithmonë një lajtmotiv, ka gjetë këtë lajtmotivin që pra gjithmonë gjen pas kaq shumë konsumimi në pushtet. Kjo është kreativiteti personal. Po ta analizojmë pak shqiptarët, çfarë lloj votuesish janë? Shqiptarët janë votues që kërkojnë gjithmonë një prizë. Analiza vetëm që kanë një opozitë të çalë përballë. Shqiptarët duhet kuptojnë për shembull që ndërkohë që Rama po i hedh në tryez ofertën që ne kemi vendin në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian po shpërbëhet. Po të jenë kaq zgjuar, të paktën politikisht dhe krau tjetër që është totalisht out dhe nuk e kuptoj si s'ka kaq vizion politik për të bërë oponencën e dur politike. Mund t'i thotë Ramës, ti ke dalë me tezën Albania 2030 në BE, ndërkohë që BE-ja s'di ku është vetë. Këtu po flitet a do ekzistojë NATO apo jo? Praktikisht me këtë dilemë të madhe ku është futur NATO dhe BE-ja me prishjen e ekuilibrave politik dhe gjeopolitik dhe ekonomik gjithashtu, e gjithë bota për 10 vitet e ardhshme do jetë në një cikël të ri politik dhe kam përshtypjen që jemi në një dekadencë të cilën nuk po e përmendim, ose ndoshta edhe se s'po e kuptojmë, se të gjitha institucionet kanë marrë fund. Pra OKB-ja është një institucion kukull, nuk ekziston më. OSBE-ja është një institucion kukull. Çfarë është OSBE-ja? Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Europë. Çfarë po bën OSBE-ja për të ndaluar konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës? Zero. Se është ineficiencë totale, nuk funksionon, nuk ekziston. Këshilli i Europës, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, Bashkimi Evropian, janë gjitha institucione burokratike që kanë marrë fund, ekzistojnë thjesht për forcë ose për inerci. Pra duhet konceptuar e gjithë struktura
e Europës, ndoshta dhe Bashkimi Evropian, mund të vazhdojë të ekzistojë në një mënyrë tjetër. Po kjo BE që është sot është thjesht një inerci momentale e asaj që është krijuar atëherë. Dhe teza politike e Ramës është një tezë elektorale që mund të pi ujë këtu, por si koncept dhe vizioni së ardhmës mund të gjykohet dhe debatohet politikisht nga opozita në këtë rast pafund. Po ata nuk e kapin këtë se kanë mendje me bë politikë, se edhe s'kan ngel dhe politikanë në opozitë, siç e tham. Po pas pushtetit të sërzgjatur, a bëhet fushat me daulle, me çetjane, me kuakuate, bufit Po të shumë mirë netës, bënë, nëse aty funksionon rregullesh. Kur pala tjetër nuk bin dot shqiptarët, çari është i këtij. Kështu që nuk ke çaj, do të thënë Rama ky është. Rama thotë unë dal nuto, më japin votat. Ky është problemi i Ramës. Sondazhet e brendshme i nxjerrin me pyetje pensionistët. Që do të I thotë ka mërzitur shumë me çfarë, me bonusin e pranverës. Ka gjatë nuk, po një bonus është ai se. Po një bonus. Ti mendon se Po dakord, pra një bonus themi jo, ne të dy. drejt është e drejtë. Po varet se si e ndjejnë ata që janë në shtëpi dhe janë dy pensionistë thonë. Na e dha ky, hajde japim votën. Pra varet, kemi në një sondazh për këtë? Kemi bërë? Jo, s'kemi. Pra duhet flasim në abstragim. Në abstragim mund flasim pafund pro ose kundër. Çështja është që e thash pak më parë. Ofertat janë dy. Sot për sot ofertat më të forta. Pse nuk quhen ofertë edhe të rinë ti për shembull? Po s'ka për të rinë, shikoj, që unë të bindem, unë duhet votoj nuk duhet votoj as Ramën as Berishën. Po. Po këtë votoj. Do votoj një individ i cili s'ka bërë kurrë zgjedhje. Më mirë se Votoj, sa 10 po s'ka më mirë, një, brenda skeqes nuk ka më mirë, brenda gabimit nuk ka më mirë, është gabim. Pra gabimi është gabim, nuk ka më mirë. Ne gjithmonë me të keqen më të vogël kemi ecur. Jo, po s'mund të ecim gjithmonë me të keqen më të vogël. Po Se Berisha tha sfundi. Sa kohë janë të njëjtët njerëz? Berisha tha sfundi se i foli i foli super, po mirë, ne do i ndërgjegjësojmë njerëzit apo do vazhdojmë me variantin dhe ne si njerëzit. Me të njëjtët njerëz do i Po pra, ndërgjegjësojmë. unë atëherë i them këtyre njerëzve që kanë marrë një angazhim politik, mos e lini ose mos përsërisni në miniaturë diktatorët e mëdhej, që t'jeni ca diktatorut zvegjël, që bëni sikur jeni demokrat. Pra, unë dua që Agron Shehaj të ketë ca njerëz tjerë aty, jo ca njerëz që i rinë Agron Shehaj të rreth e qark, sepse i duket lideri. Si u zgjodh Agron Shehaj kryetar partie, apo nga që kishte lekët dhe financimin, edhe u bë dhe kryetar partie. Po si u bë Ardian Qori kryetar partie, me këngë. Po mi pra, kështu do, më mirë hajde vazhdojmë kështu, jemi në rregull. Po sa kohë kemi të njëjtën skemë? Jemi në rregull atëherë, s'kemi, pra unë nuk kam opsion alternativ që të them po si duken këta të rinj, duken njësoj si këta të vjetrit, ndërkohë po të them. Po përgjigjem, po ja përgjigjem. Po e njëjta skenë është e njëjta shfaqje do luhet. Po s'kam çfarë të bëj. Jo, dakord. Zgjedhja ime është e pamundur që të them po, më duken të arsyeshëm në pa arsyeën e vet ose në gënjeshtrën e ekzistencës vet, se nuk e do të bie që të thyej inteligjencën time që të them, ore prit një sekond, se këta janë ndryshe nga këta janë njësoj si këta. Thjesht kanë më pak kohë, në fakt s'kan edhe aq pak, se nga 10 vjet u bën të gjithë. Në fjalë, praktikisht janë shizmë. Kështu që. Po dakord, më të rregull. Po mënyrën se si po e perceptojnë pushtetin politik është njësoj si këta. Zgjedhje nuk bëjnë, alternativë nuk kanë. Pra, digjët kur kanë i këshill kombëtar këto, forume kryesi kanë? Jo. Dalin vetëm nëpër televizor, kryetari i partisë Nisma, kryetari i partisë Thurje, kryetari i Lëvizjes Bashk, kryetari. Po pas kryetarit kush vin ja 10 veta që duan kryetarin, që i rin kryetarit si aureol dhe kaq. Kjo është partia. Edhe ca njerëz që i simpatizojnë nga ekrani, pra janë ca votus mediatik quhen këta. Pra që të shohin i lezetshëm këtu, e besojnë këtë. Pra, po ai rrenon t'ja ca vota. Ndërkohë që nuk po them që duhen votu këta që janë, po them që edhe këta që po krijojmë, po i krijojmë gabim. Pra, edhe një gjë të re që po e bëjmë, e kemi nis keq. Se duhet ta kishim nis ndryshe, pra kjo është këtë po përpiqem të them.